Nëse dashuria paraprin suksesit të ndjek, ka që thjesht është formula. Neve këtë fjalën e dim, e kemi dëgjuar, por a e dim vlerën e vërtet? Ne nuk e dim vlerën e vërtet. A e keni menduar ndonjëherë pse dashuria është kaq e rëndësishme? Dashuria nuk është fjalë, është një veprim që ti e tregon me qoftë edhe me një fjalë të mirë, qoftë edhe me një buzëqeshën tënde, qoftë edhe me një veprim të vogël, një veprim dhënieje. Nëse dashuria paraprin, sukses të ndjek. Jeta është dashuri. Ne kemi ardhur nga dashuria dhe dashuria është ajo që na mban, është lubrifikanti i marrëdhënies dashuria. E sinonimi të qenur njeri, ti do thotë ti jeton me dashuri, do thotë je njeri. Është si uji i bekuar, është vetëm fuqi që fiton kundër dhunës, kundër urrejtjes. Kjo është dashuria. Nëse ti do të heqësh urrejtjen nga vetja jote, fillo ta duash më tepër veten, fillo ta duash më tepër atë. Të duash njerëzit, të duash kolegët, të duash punën, të duash kompanin, të duash njeriun, por çdo gjë fillon nëse ti do veten tënde. Është i varfër ai person që ka zgjedhur të jetojë pa dashuri. Nëse duam që të kemi energji, duhet të kemi harmoni. Dhe duhet të kemi harmoni ndërmjet trupit, mendjes, zemrës. Vetëm kur ato janë në harmoni, atëre ato prodhojnë energji. Disa njerëz nuk e kuptojnë këtë, disa njerëz nuk e zbatojnë këtë sepse nuk e dinë fuqinë e dashurisë. Dashuria është një fjalë e cila fillon me veten tonë. Është një fjalë e cila kërkon që neve të jemi mbartësit e dashurisë, që të marrim dashuri. Dashuria është ngjitse, do ta japësh. Do të përjetosh më tepër dashuri, jep dashuri më tepër. E di si e tregojmë dashurinë për vete? Sa të Zot jemi neve, që veten ta marrim ta sjellim këtu, ta çojmë drejt rritjes së potencialit ton, ta çojmë në trajnime, ta marrim ta disiplinojmë veten, ta çojmë tek libri, ta çojmë tek vlera. Sa të Zot jemi neve që e marrim veten tonë, e çojmë në palestër, e çojmë në natyrë. Nëse ti do vërtet veten, duhet investosh tek vetja. Dashurinë e tregon nëse ti investon vërtet tek vetja. Nëse ti e do veten, do thotë se je i fortë, do thotë se sistemi jot imunitar është i fortë. Nuk ka rëndësi se çfarë mendojnë të tjerë për tyja. Nëse neve do arrinim që ta fusim dashurinë në jetën tonë, në organizatën tonë, në skuadrën tonë, në komunitetin, në familje, nëse çdo njeri do ta donte veten e tij pak më shumë, jeta do ishte më e bukur. Kjo do ishte dhurata më e mirë për gjithë njerëzimin. Vetëm ta donim veten tonë, sepse një njeri i cili do veten e tij nuk bën keq as njeriu. Një njeri që do veten e tij nuk urren as njeri. Një njeri që urren veten e tij mos kërkoj që të japë ty dashuri. Nëse vërtet doni të keni marrëdhënie të mira, qoftë në familje apo në punë, jepni dashuri që të përjetoni dashuri. Dashuria është rruga e vetme dhe sigurt nëse ajo paraprin sukses të ndjek. Ky është besimi im. Nëse ti nuk dashuron njerëzit dhe nuk i do njerëzit, mos e hap biznesin. Mos e hap biznesin se ti duhet ta duash njeriu që punon. Se ti nuk mund të thuash unë dua klientë të mi pa i dashur njerëz të tu. Nëse ti nuk do njerëz të tu, më mirë ik, vazhdo, bëj diçka tjetër, po jo biznes. Njerëz të tu që janë në kontakt me klientët tu, duhet të kenë dashuri për teje. Nëse s'kan dashuri për teje, nuk do përcjellin dashuri te klientët.